Beskallaku fshin këtë tatuazh që simbolizonte lidhjen e tij me Xhensilën. Beskallaku dhe Xhensila Myrtezaj, pas një martese disa vjeçare, vendosën t'i ndajnë rrugët me njëri tjetrin. Dikur aktori kishte bërë një tatuazh mjaft veçantë në trupin e tij dedikuar Xhensilës. Ai kishte shkruar BX, që simbolizonte emrat e tyre, Besi dhe Xhensila, por pas ndarjes, duket se Besi ka vendosur ta ndryshojë këtë detaj personal. Ai ka mbuluar shkronjën X me ngjyrë të zezë, duke fshirë kështu edhe simbolikisht ish partnerin e tij nga trupi. Ky veprim i Besit shihet nga shumë ndjekës si një mënyrë për të mbyllur përfundimisht një kapitull të rëndësishëm të jetës së tij, duke hequr jo vetëm kujtimet, por edhe gjurmët fizike të një dashurie që tashmë i përket të kaluarës.